Sigal Prishtina i ka shtuar edhe një trofe të çmuar vitrinës së saj të pasur. Kampionja e 6 fish të dielën brëma në Mitrovic ka fituar trofeun e çmuar të Kupës së Kosovës, të 8-in në total dhe të 6-in në rresht. Basketbolistët Prishtinas kanë fituar Kupën e Kosovës 2010, duke mposhtur në finale skuadrën vendase të Trepçës me rezultat 70-59 në palestër minatori në Mitrovic, arenë kjo e cila organizoi ndeshjet gjysmëfinale dhe finale të Kupës së Kosovës. Është ky trofeu i 19 kaltër e bardhë në 11 vitet e pas luftës. Pas një kohe të gjatë, finale e Kupës së Kosovës përballoi dy rivalët e përhershëm të basketbollit kosovar dhe kjo garantoi palestër të stërmbushur dhe atmosferë të zjarrt. Në fakt, mbi 3.000 shikues ishin dëshmitar të kësaj finale e cila u përcaktua në periudhën e fundit, por edhe një finale e cila fatkeqësisht pati fund të turpshëm. Që nga fillimi, ndeshja u përshkua me probleme të ndryshme. Me hyrjen e basketbolistëve Prishtinas në parket, në drejtim të tyre filluan hedhjet e gjësendeve të forta. Me këtë rast intervenoi edhe drejtori i KB Trepçës Naim Hajrizi, i cili doli në parket dhe kërkoi qetësimin e publikut. Ndërkohë, me hyrjen e tifozëve Prishtinas në palestër, filluan sharjet dhe ofendimet e ndërsjella ndërmjet të plisave dhe torcidës, si dhe hedhjet e gjësendeve të forta në të dyja drejtimet. Pas kësaj erdhi deri tek hedhja e një mjeti piroteknik nga ana e tifozëve Prishtinas në drejtim të tribunës qendrore, e cila shkaktoi reakcion të ashpër dhe hedhje edhe më të madhe të gjësendeve nga të dyja palët. Ndërkohë, organet e sigurisë, më saktësisht një siti special i policisë, i angazhuar enkas për këtë takim vendosi të zbraz menjëherë anën nga e cila u hodh mjeti piroteknik. Ke prishur spektaklin në fillim të duelit. Pra plisat ishin në palestrën e sporteve minatori. Në vazhdim gjatë ndeshjes pati hedhje të gjësendeve në parket, për çka dueli disa herë u ndërprek, kurse krejt në fund, gjatë njërës prej pauzave të detyruara, një tifoz Mitrovicas i frustruar me paraqitjen e ekipit të tij, shqelmoi trofeun e çmuar të Kupës së Kosovës dhe kështu e prishi natën e cila është dashur të jetë një prej netëve më të bukura të basketbollit tonë si vjet. Finale së Kupës së Kosovës 2010 i ra një hije shumë e rëndë. Në këto qaste u mor vendimi për zbrazjen komplete të palestrës, përveç zyrtarëve të lartë të federatës dhe departamentit të sportit, si dhe gazetarëve të pranishëm në këtë duel. Sa i përket vetë ndeshjes, duhet themi se në 3 vitet e fundit triumfin e Prishtinës e kanë inspiruar